Të dashur vëllezër besimtar, xhamat i nderuar, baballar të respektuar, ju rini e dashur, paqja, mëshira, begatia dhe mirësitë e Zotit qofshin mbi juve, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sot është ditë e veçantë për neve, është dita e Kurban Bajramit, ditë ku me drejt çdo besimtar gëzohet, ditë ku me drejt çdo besimtar feston, sepse përmbylli 10 ditët më të mira të vitit, e ata janë 10 ditët e Dhulhijhes. Sot është dita e haxhit të madh. Pra, përderisa ne jemi këtu në xhami dhe përfundum namazin e sabahut dhe kemi fillu me ligjërimin, vëllezërit dhe motrat tona në Mekë në këto momente kanë zbritur nga kodra e Arafatit të pastruar nga mëkatet. Dhe padyshim me përfundimin e Arafatit, pra ata veç se kanë kry edhe obligimin, kushtin e 5 të fesë islame, kryerjen e haxhit, lut Zotin e Madhreshëm që t'ja u ketë pranu dhe lut Zotin e Madhreshëm që gjithë neve të cilët ende nuk e kemi kry haxhin, Zoti i Madhreshëm na mundsoft. Kjo ditë të dashur vëllezër është e ndryshme nga dita e Fitr Bajramit. Pra, Fitr Bajrami vjen pas një muaj të plot agjerim. Pra, pasi një muaj ne ju kemi përkushtu Zotit nga syfyri deri në iftar, kemi agjeru për të, për dallim prej festës së Fitr Bajramit, festa e Kurban Bajramit është të dashur vëllezër besimtar njihet ndryshe si dita e përkushtimit Zotit, njihet ndryshe si dita e sprovës, njihet ndryshe si dita e dorëzimit. Pse i përminda këto emra? Për shkak se kjo ditë të dashur ne kujton neve një ngjarje shumë të rëndësishme. Pra sa herë që vjen festa e Kurban Bajramit, padyshim se ka për të na shku mendja tek historia e një burri që me veprën e tij na tregoi se çka do me thonë me dasht Zotin më shumë se çdo gjë tjetër. Pra, nuk e kemi qare pa u kthy mbrapa edhe pa e përmend historinë e këtij burrit. Kush ishte ky burr? Ishte babai i pejgamberëve. Ishte miku i Zotit, i quajtur ndryshe Halilullah. Ishte profeti Ibrahim alayhi salam. Imagjinoni vëllezër, Ibrahimi alayhi salam i kishin dalë thinjat, pra ju kishte afru pleqërisë dhe Zoti ende nuk i kishte dhënë fëmijë. Dhe pas lutjeve të një pas njëshme, pas duave të vazhdueshme dhe duaja e njohur që Zoti e ka regjistruar në Kur'an që e ka bo Ibrahimi alayhis salam, ishte Rabbi habli minas salihin, o Zot, më dhuro një fëmijë të mirë. Pra, kena mëson neve që kur ta lusim Zotin e Madhreshëm, nuk duhet ta lusim që vetëm me na dhuru Zoti fëmijë,
mirë po ta lusim me lutjen, me duan e Ibrahimit a.s. I cili tha, Rabbi hebli mine salihin, o Zot, më dhuro, nuk tha vetëm më dhuro një fëmijë, mirë po tha, o Zot, më dhuro një fëmijë të mirë. Sepse ka shumë rëndësi të dashur vëllezër besimtarë, fëmia i mirë, shumë ka rëndësi fëmia i edukuar, sepse ajo është pasuria më e madhe për prindin këtë dynja. Dhe të dashur vëllezër besimtarë, kthehemi tek lutja, tek duaja e Ibrahimit a.s. Pra si që thanë, Ibrahimi a.s. u thinj, pra ju afru pleqërisë dhe ende nuk kishte një fëmijë. Dhe pas lutjeve të vazhdueshme që ja bëri Zotit të Madhreshëm, më në fund Allahu i Madhreshëm po ja dhuron një fëmijë, Ismailin a.s. Imagjinoni gëzimin e babait në ato momente. Imagjinoni për dikë i cili me vite, pra 20 vite, 30 vite, 40 vite, nuk ka pas fëmijë. Dhe pas 20-30 viteve Zoti po e begaton me fëmijë. Imagjinoni çfarë gëzimi mundet me përjetu një person i tillë. Ismaili u rrit, filloi me u bë krahu i djathtë i Ibrahimit a.s. Dhe në momentet kur ishte krahu i djathtë, pra u rrit, u pjek Ismaili a.s. Tamam arriti atë fazën e adoleshencës. Ibrahimi a.s. sheh një ëndër, dhe ëndrat e pejgamberëve kanë qenë të vërteta. Dhe në ëndër Zoti i Madhreshëm po e urdhëron Ibrahimin a.s. që me bu kurban, po me therr djalin e tij Ismailin. Kena nevoj pak me undalë që to, sepse shpesh keq kuptohet. Qysh ka mundësi, Allahu i Madhreshëm, krijuesi i jetës, me urdhëru Ibrahimin me e vra, me e mbyt djalin e tij Ismailin. A është i etur Zoti i Madhreshëm për gjak? Jo, pasha Allahun e Madhreshëm. Andaj, për këtë shkak kam dëshirë që me tërhek një vrejtje që me pas parasysh se cili prej neve. Sa herë kur lexon ndonjë ajet kuranor, dikush thotë kam lexu Kuranin. I themi mirë be, elhamdulillah që Zoti të ka mundësu ta lexosh Kuranin. Mirë po, mos mendo pse e lexove Kuranin je bu hoxh. Ose dikush thotë kam lexu hadithe, e kom lexu libra të fesë. Sepse të dashur vëllezër besimtar, çdo ajet ka shpjegim, çdo hadith ka sqarim. Nuk mundet dikush me lexu diçka edhe me ardh me të kallëzu ders. Edhe ne si hoxhallar, pra ka ajete kuranore që shpesh pra kemi nevojë me i pyet ata që janë specializuar për këtë çështje. Edhe mjeku si mjek ka kategorive të ndryshme. Jo secili e merr drejtën edhe flet në gjuhën e mjekësisë për diçka. Pra, nëse shkon tek një mjek i cili është stomatolog, edhe i ankohesh për problemet zemrës, çka do të thotë ai? Thot vallahi për këtë punë duhesh me shku tek kush? Te kardiologu. Pse? Sepse kardiologu është i specializuar për këtë çështje. Ose ke probleme me zemrën, edhe ti shkon te mjeku i mushkrive. Ai të udhëzon për tek specialisti për këtë çështje. Andaj të dashur vëllezër besimtar, edhe Kurani është i tillë. Shpesh kur lexon një ajet kuranor, nuk mundesh ti me i dhon shpjegim asajna. Allahu çka thot në Kur'an, nëse nuk dini, pyetni ata që dinë. Ata ju tregojnë më mirë, ata ja sqarojnë çështjen. Po kthehemi tek çështja, tek ajetin fjalë.
Allahu i madhreshëm për urdhëron Ibrahimin a.s. me therë djalin e tij të vetëm, Ismailin a.s. Pse a thua vallë, cili ishte shkaku, kjo të dashur vëllezër besimtar, sepse Ibrahimi a.s. e donte shumë Allahun e madhreshëm. Pra vim tek çështja se në çfarë konteksti Zoti i madhreshëm po e porosit Ibrahimin a.s. me therr djalin e tij me bu kurban, djalin e tij Ismailin. Ibrahimi a.s. e donte shumë Allahun, ishte i lidhur shumë me Allahun. Mirë po, pas 20-30 viteve, pra sa i ka zgat nuk ka pas fëmijë, kur Zoti ja plotësoi duan, edhe më në fund ja fali Ismailin a.s. Filloi Ibrahimi a.s. që të ndjente dashuri ndaj evladit ma shumë se sa ndaj Zotit. Dhe ne të dashur vëllezër besimtar jemi të porositur që Allahun me e dasht ma shumë se çdo gjë tjetër në jetën e kësaj bote. Çdo gjë në këtë botë duhet me pas një kufi. Pra, edhe dashnia si dashni duhet me pas kufi. Pra, e don evladin, po jo deri në atë mund sa që subhanallah me bo me ndodh dishka ti me dal krejt prej vetës, me u tranu. Kada, kush ta ka dhonë ty evladin? Po Zoti i madhreshëm. Ai që ta ka dhonë, ai nëse ta merr, çka duhet me thonë ne? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahut jemi dhe tek ai kemi me u kthy. Pra, ne në këtë dunja duhet me dasht me mas, po edhe duhet me urrejt me mas. Nuk ban me urrejt shumë. Sepse ndodh që dikan që e dën shumë, me u shëndru në armik për ty, po edhe e kundërta. Ndodh që dikan të cilin e urrejnë shumë, ndodh që nesër me ndodh e kundërta. Prandaj jemi të porositur që gjithmonë me pas një par kufini, me dash, po jo me e te i kalu, jo me e te pru. Andaj Ibrahimi a.s. filloi që kishte dashni shumë ma tepër ndaj Ismailit a.s. Dhe Allahu i madhreshëm po e porosit Ibrahimin a.s. që thërte egoizmin, thërte të bante kurban këtë dashni, që kjo dashni duhet me konë ekskluzive vetëm ndaj Zotit të madhreshëm, vetëm ndaj Allahut fuqiplot, dhe nuk guxon të prohet ndaj krijesave. Pra krijuesin ne duhet me e dashur më shumë se çdo gjë tjetër në këtë botë, sepse ai na ka krijuar në formën më të mirë. Ai na furnizon për çdo ditë. Ai na ka sjellë në këtë dunjë dhe në fund tek ai kemi për t'u kthy. Mirë po të dashur vëllezër besimtar, si e pranoi këtë urdhër Ibrahimi a.s. Ai ju drejtu djalit ti, me njëherë duke i thonë, ja bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. O djali im, kam pa në ëndër se duhet me të bëj kurban. Çka mendon ti? Edhe kjo na jep një mësim të madh të dashur vëllezër besimtar. Edukata e djalit ti, si ishte përgjigja e djalit ti, reagimit të Ismailit. Ismaili u përgjigj me fjalët, ja abati fa'al ma tu'maru. Ai tha, o babai im, bëj atë që je i urdhëruar, se të gjiduni insha Allah minas sabirin. Dasht Zoti i madhreshëm do të më gjenjë prej sabërlive, do të më gjenjë prej durimtarve. Pra, të dashur vëllezër besimtar, kjo histori që e prezantum para jush
Pa dyshim se është themeli jonë dhe neve na i tregon 3 gjana që sot na mungojnë shumë. Pra historia e Ibrahimit a.s. po na i mëson neve 3 gjana. E para të dashur vëllezër besimtar, po na mëson bindjen ndaj krijuesit pa gjetur kompromis. Pra bindje mi u bind Allahut pa kompromis, çka do me thonë? Do me thonë që kur Allahu urdhëron, kur Allahu të flet për diçka, bjen mon çështje arsyeja, bjen mo për toke pyetja, po pse o Zot? Pse pikërisht kjo? Dhe këtë na e mëson Ibrahimi a.s. Imagjinoni, pas 20-30 viteve Zoti ja fali evladin, pasi evladi u rrit, pra arriti fazën moshën e pjekurisë, Zoti për e urdhëron me e therr kurban, dhe si ishte përgjigjja e Ibrahimit a.s. I bindur plotësisht, nuk tha, po pse o Zot, mas sa viteve ti ma dhurove evladin dhe tash po më urdhënon me e therr kurban? Pra, nuk kërkoj kompromis Ibrahimi a.s. Pra, bindje me një herë ndaj Zotit të madhreshëm. Bindje ndaj urdhrit të Allahut të madhreshëm. Dhe ta bujmë këtë pyetje, t'ja bujmë vetës tonë. Sa larg jemi ne nga kjo bindje të dashur vëllezër besimtar. Ne sot bojmë kompromis me fen, me Zotin për gjërat më të vogla. Për shembull, ne nuk e kemi problem me i thonë Zotit, o Zot, unë e di që namazi është obligim, po jam punë, jam duke punu. Dhe kur dalë në penzion kam janis me u falë. Ose dikush tjetër, ap një i ri, thot, e di që alkoholi është haram, po rrepi është i tillë. Jetojna në mërgem, jetojna në Evropë, duhet mi ju përshtat shoqërisë. E pas disa viteve, kam për ta lënë këtë, kam për t'ju kthy rrugës drejt. Ose një vajzë, thot, e di se mbulesa është obligim, mirë po pas disa viteve, kam për të mbulu. Që kja është kompromisi që ne munduhemi me bo ndaj Zotit. Që kja është pazari të regu që ne munduhemi me bo me Zotin. E Ibrahimi a.s. po na mëson neve që duhet mi u bind Zotit pa kompromis. A ka thonë Zoti, a ka urdhnu Zoti, çka duhet me bo ne? Zoti urdhëron, robi zbaton. Sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u bindëm ja Rab. U bindëm o Zot nga urdhrin që ti e ke dhënë. Pra nuk kërkojmë shtigje për me i ikë për gjëqësisë. Kjo e para. Gjëja e dytë që na mëson neve historia e Ibrahimit, na mëson edhe besimin pa dyshime. Çka do me thonë besimi pa dyshime? Besim pa dyshime do me thonë me kon i bindur 100% se plani i Allahut është më i mirë se sa kërkesat e tua, se sa dëshirat e tua. Edhe atëherë kur logjika jote nuk e kupton këta. Pra që kjo është bindja ndaj Zotit të madhreshëm pa pas dyshimen të. Imagjinani, Ismaili a.s. nuk dyshoj tek dashuria e babait ti. Tek dashuria e Ibrahimit a.s. Po ashtu nuk dyshoj edhe tek mëshira e Allahut të madhreshëm. Ismaili a.s. edhe pse sa kishte arritur fazën e pjekurisë, thuhet dikun ka qenë 15-16 vjeçar, e kuptoj se ki urdhër i Zotit nuk ka mundësi me kon i dëmshëm për ta. Edhe pse në shikim por, e kadabe, çka i bë kjo punë?
me u bo kurban, me u therë kurban, a në regull, qëfar Zoti është kë, që ka urdhëru babajin tim, dërguarin e ti, me edhe pru këtë çështje. Jo, bindje, pa kompromis, besim, pa dyshim. Që kjo të dashën vëllezër besimtar, është me besu se plani i Zotit të madhreshëm është më i mirë se sa kërkesat e tua, dëshirat e tua. Ndodh shpesh herë në jetë, nuk plotësohet një çështje. Mama ki i merr këtë shkaqet, këtë sebepet, bën dua, dhe megjithatë nuk të plotësohet ajo çështje. Edhe njeriu dikur fillon edhe me u brengos. Zoti, a nuk po më don mua? Pse Zoti nuk po ma plotëson dëshirën? Pse Zoti nuk po ma plotëson mua duan? Pra, e jona si besimtar është me e bu duan, me e lutë Allahun e madhreshëm, mirë po, gjithmonë me u bindë se Allahu ka për të përgatitur më të mirën për neve. Pra kur e lusim Zotin e madhreshëm, mbani mend këtë, nuk ka refuzim asnjëherë. Sa herë që ti e lut Zotin e madhreshëm për një çështje, nuk ka refuzim tek Zoti. Ta pranon Allahu, ose ta pranon me një herë, ose ta pranon më vonë, është urtësia e Zotit, pse ta ka dhënë duan, pse ta ka dhënë lutjen, ose ta ka zëvendësu këtë dua, këtë lutje, këtë kërkesë tonë me diçka më të mirë. Kjo është Zoti jonë, i cili e don robin e tij dhe gjithmonë përgatit për të atë çka është më e mira. E treta ajo që na mëson neve historia e Ibrahimit a.s. na mëson edhe durimin, sabrin. Pra, shikoni me kujdes fjalët e Ismailit a.s. kur i tregoi Ibrahimi a.s. dhe i tha se jam i urdhënuar me të bon kurban. Si ishte përgjigjja e Ismailit a.s. Tha se te gjiduni insha Allah minas sabirin. Në dasht Allahu do të ngjesh nga durueshmit. Pra, me një herë Ismaili a.s. deklaroi sabrin e tij, durimin e tij. Tha vepro atë çka të ka urdhëruar Zoti dhe dasht Allahu, unë do të jem prej durueshmëve. Unë do të jem prej sabërlive. Pra, kjo na mëson neve të dashur vëllezër besimtar se durimi i vërtet nuk është atëherë masi të kalon çështja. Durimi i vërtet është në momentin kur të godet sprova. Si ti po reagon ndaj sprovës, si ti po reagon ndaj krizës që të ka kaplu. Ndonjëherë që dikush ka ndonjë krizë, edhe thot do të bëj sabër, do të duroj. Mirë po, pasi kalon një muj, 2 muj, dikur e harron sabrin, e harron durimin, edhe jam syn rrugës haram, jam syn rrugës së ndaluar. Andaj historia e Ibrahimit a.s. po na mëson sabrin me duru, dhe pas durimit sigurisht se do të vjen shpërblimi. Pra, njeriu shpesh i vendos afat e Zotit. O Zot do të bëj sabër, po deri me një farë moment caktuar. Për shembull, dëshiron një çështje hakat. Në çdo rrugë, në çdo mënyrë, kur e sheh që s'po ja del, atëherë jam syn rrugës së ndaluar. E kjo nuk është sabër, kjo nuk është durim. Ose dikush për shembull e ka godit ndonjë sprovë, tranohet mirë në herë, masi ka lënë edhe dikur pajtohet se ka qenë sprovë prej Zotit, kur e pyet dikush, apo bën sabër, po duhet me bë, çka më? Duhesh me bë sabër në momentin kur të godet sprova. Kjo është sabri i vërtet që pejgamberi alayhi salatu wasalam na e ka rekomandu që ne me bë sabër, që ne me duru. Të dashur vëllezër, ju jetoni edhe punoni edhe veproni këtu në Mërgim,
Pra, larg atë dheut tuj, dikush prej juve nuk i ka prindrit këtu prezent, i ka në atë dhe. Dikush se ka vëllain, dikush se ka familjar të kështu me radhë. Pra, çka do me thonë, kurbani sot për neve? Cila është thika jonë moderne? Sepse ne nuk po dojmë që vetëm me prezentu një histori që ka ndodhur kaluar para jush, mirë po ne dëshirojmë që atë histori me ndërlidh edhe me aktualitetin tonë që ne po jetojmë. Cila është ajo thika moderne, cila është sakrifica që ne e bojmë për çdo ditë që jetojmë edhe punojmë këto. Pra, kthehemi tek çështja. Thika e Ibrahimit a.s. nuk ishte për me e pre qafën e djalit tij, sepse Zoti e ndaloi thikën, edhe pse ai e ngjeshte thikën tek qafa e Ismailit, nuk e priste thika Ismailit. Mirë po ajo thikë e preu egoizmin e Ibrahimit a.s. Ajo thikë e preu pra dashnin e tepruar ndaj krijesave, pra duke ja bo me dije Zoti i Madhreshëm se dashni e vërtet duhet me qenë vetëm ndaj krijuesit. Dashni pa kufi duhet me qenë vetëm ndaj Allahut, sepse çdo gjë në këtë dunjë është kalimtare, kalan. Pra, vetëm Allahu është ai i cili mbetet në vazhdimsi dhe në fund tek ai kemi për të kthyer. Pra, jeta jonë të dashur vëllezër besimtar, në këtë shoqëri është një sakrificë, është një kurban i përditshëm. Dhe e para është sakrifica morale. Ne jetojmë në një shoqëri ku shoqëria është është e hapur ndaj çdo lloj mëkati. Edhe si quhet mëkati sot në këtë shoqëri që e jetojmë, quhet liri e drejtë e njeriut. Dashte pa dashte edhe ty si besimtar edhe ty si musliman, të bënë me u pajtu se është e drejtë që njeriu me bo gjuna, me bo mëkat. Pse? Është e drejtë e tij, është liria e tij. Andaj, kurbani që i kësaj kohës moderne, që neve na mëson historia e Ibrahimit a.s. është që ne me rujt identitetin ton fetar, me rujt identitetin ton kombëtar, mos me harru fen ton, mos me harru gjuhën ton, që kjo është ajo thika, që kjo është ajo sakrifica që neve na e mëson historia e Ibrahimit a.s. apo që na e mëson Kurban Bajrami sa herë që vjen. Pra, çka në gjuhën ma thjesht, çka kuptoj me këtë? Pra, kur jeti në punë, edhe tjerët bojnë dallavere në punë, ti si besimtar, pra, nuk bën dallavere në punë. Çka është me ru, pra, sakrifica jote morale, që ti e ru me veten tënde, që ti ju ke bindur Zotit të Madhreshëm, edhe nuk e then urdhrin e Zotit të Madhreshëm. Sakrificë tjetër është sakrifica sociale. Këtu shumë prej nesh pra janë vetëm, pra nuk e kanë krejt komplet familjen. Dikush siç thash nuk i ka prindrit, dikush ndoshta nuk i ka vëllezërit, dikush ndoshta nuk i ka fëmijët dhe kjo na mëson të dashur vëllezër besimtar që kjo xhami, pra ky xhamat për neve janë familja jonë. Pra, kjo xhami, ky xhamat për neve janë ajo shtëpia jonë, vatra jonë, familja jonë. Atë që e ke në krahun e djathtë edhe në krahun e majtë për ty është vllau yt, që duhet mi u gjend pranë njëri tjetrit. Kjo është ajo që neve na mëson të dashur vëllezër besimtar kurbani. Sakrificë tjetër është sakrifica financiare. Pra, jam i vetëdijshëm që jeta është duke shku duke u bë e vështirë. Pra, rritën qirat, rritën shpenzimet e jetës. Mirë po,
kur ne si besimtar e japim zeqatin ton, kur ne si besimtar ndajmë një pjesë prej rrugës për mirëmbajtjen e xhamisë, kur ne si besimtar pra mundohemi mi u gjendë pranë njëri tjetrit, atëherë pa dyshim se kjo sakrificë do të shpërblehet tek Zoti. Pra kjo quhet ndryshe sakrifica financiare. Dhe sakrificë tjetër që neve na mëson Kurbani është edhe sakrifica e kohës. Dhe cila është thika jonë moderne, është koha, pra gjithë jemi të nxitum, gjithë jemi të stresum. Dhe thika me cilën ne po presim lidhjet tona, fatkeqësisht kush janë ekran. Janë pra telefonat. Imagjinani, telefoni është shpik që me i lidh njerëzit me njëri tjetrin, por fatkeqësisht sot më shumë janë izolu njerëzit. Nëse më herët, kur ke shku tek dikush, ke bu muhabet e je knaq, sot ka hup mua i muhabet. Dhe kjo është, pra, që ka ndodhur është pikrisht që to ekranet, që to teknologjit, që këto rrjetet sociale, telefonat. Andaj, sakrifica e kohës që ne duhet me bon të dashur vëllezër besimtar është që her pas here ta presmi, pra bëjmë sakrificë të kohës, ta fikmi telefonin për një moment, edhe t'i kushtojmë pak hapësirë familjes, t'i kushtojmë pak hapësirë fëmijëve tonë, sepse të dashur vëllezër, ne nëse më herët jemi friksu që mos fëmijët na humbin në rrugët e jetës, sot edhe pse i kemi të sigurt fëmijët tanë në vatrat tona, në shtëpit, në banesat tona, pra nuk po i edukojmë sa duhet në përdorjen e telefonave të tëre. Pra nuk jemi duke i kontrollu se ku po hin ata, sa ku po shpenzojnë ata në për rrjetet sociale, dhe kjo pastaj po i bën ata më të izolum dhe më të ndanë prej familjes. Andaj të dashur vëllezër besimtar, mesazhin më të madh që neve na jep historia e Ibrahimit a.s. pa dyshim se është mesazhi i familjes. Pra, kjo nuk është thjesht historia e një burrit dhe djalit të tij dhe gruas të tij Haxherës, mirë po në praktik na mëson neve pra rëndësinë e familjes. Po të shohim Haxherën, nanën e Ismailit, gruan e Ibrahimit a.s. Pra, keni dëgju sigurisht, keni lezu diçka nga historia e tij, shumë prej juve besoj e dini pak a shumë historinë e Ibrahimit a.s. Imagjinani, Ibrahimi a.s. e la në mes të shkretirës Haxherën me djalin e tij të vogël Ismailin, në Mekën e sotme. Në atë kohë pra ishte shkretir e pabanuar. Gruaja e tij po e pyet, po i thot: "O Ibrahim, a Zotit ka urdhënu që shto me vepru? A Zotit ka dhënë urdhër që ti neve me na lënë që to në mes shkretirës?" Ibrahimi a.s. ju përgjigj: "Po, Zoti më ka urdhënu kështu." Dhe shikoni besimin e fortë kësaj gruaje që me të vërtetë ne kemi shumë nevojë me morë copza të këtij besimi, të kësaj familje të nderuar. Përgjigjja e Haxherës ishte: përderisa Zoti të pas ka urdhënu kështu, atëherë ai nuk ka për të na humbur. Me djalin e vogël në mes shkretirës, e pabanume, as ujë, as gjë, pse ky besim ka që i fortë? E po ja që ishte besim pa dyshime që e përmenda më herët. Që kjo do me thonë besimi pa dyshime, me besu fuqishëm në Zotin e Madhërisëm, në planet e Allahut të Madhërisëm, edhe atëherë kur e shet që jeta nuk është duke të shku mirë, duhesh me pas shpresë, normal, do të angazhohesh me e përmirësu gjendjen,
Mirë po kjo nuk guxon që ty me dëbot tillë që ti me fillu edhe me thonë, pse po mdodhen mu tonë këtë të këqia? A nuk po mdonë Zoti mu? A më ka harru Zoti mu? Kjo është gabimi më i madh që neve mundemi mja bo vetës tonë. Andaj, Haxherja tha, përderisa Zotit ka urdhëruar kështu, ai nuk ka për të na humbë, edhe nuk qëndroj me kaq. Edhe kjo na mëson neve një çështje shumë të madhe. Çka do të thonë përpjekja. Pra, nëse jemi një situatë ndërlikume, me një situatë të rëndë, kjo nuk guxon ty me dëbon tillë që me qëndru pra dembel i palëvizshëm. Përkundrazi, pra ti duhesh me u aktivizu. Ti duhesh pra me u aktivizu që me përmirësu gjendjen. Mirë po përderisa jeni atë gjendje, ti hakat, mirë po njëtën ku nuk e kundërshton caktimin e Zotit Madhreshëm. Nuk hidhërohesh me gjendjen që të ka kaplu, pra mundohesh me e përmirësu, mirë po gjithmonë duke u pajtu me caktimin e Zotit të Madhreshëm. Edhe Haxherja, tha Zotit ka urdhëruar kështu, tha po, atëherë Zoti nuk ka për të na humbë, po nuk mund dal me kaq. Ajo filloi me kërku ujë për djalin e saj të vogël, i cili në ato momente fillon të me kërku ujë dhe bëri vrapimin mes Safas dhe Mervës. Vrapoj sa në kodrën Safa, pastaj prej kodrës Safa në kodrën Merva, mos po sheh diçka, ndonjë burim ujë apo ndonjë lëvizje njeriu që mja shu etjen djalit tij. Pra, përpjekja e saj e vazhdueshme boni që Allahu i Madhreshëm sillte burimin nga toka të ujit Zemzem, ku pas mira vitesh sot shkojnë haxhilerët edhe pinë nga ky ujë i bekum. Pra, kjo ishte përpjekja e një nëne për të përmirësu gjendjen e saj të momentit. Që na mëson neve, çka do që të ndodhë ty një jetë, kjo nuk guxon ty me dëbon pra si kundërshtues ndaj caktimit të Zotit, po të njëjtën kohë nuk guxon kjo që ty me dëbon me qëndru dembel edhe mos me synu me përmirësu çështjen tonë. Gjithashtu të dashur vëllezër besimtar, ajo çka na mëson neve historia e Ibrahimit alayhis salam na mëson edhe edukatën e komunikimit mes njëri tjetrit. Edhe nëse është nevoja mes prindrit edhe e vëllatit. Imagjinoni, Ibrahimi alayhis salam i profeti Zotit. Zoti e urdhënoi me e bu kurban Ismailin alayhis salam. Megjithatë, ju drejtu Ismailit, tha, o djali jam, Zoti më ka urdhënuar që me thirr kurban. Çka mendon ti? Pra në ato momente kërkon të mendimin e djalit ti. Kjo na mëson neve të dashur vëllezër besimtar që mos me u shëndru në prindër që vetëm japim urdhra. Mirë po mundohemi me fëmin me qenë tamam si shok, mja kuptu hallet, mja kuptu problemet, që nesër ai fëmijë nëse o mësu me komuniku me ty lirshëm, nesër ai nuk ka mundësi me e të rralltu besimin tënd. Pse? Sepse e ke mësu të prej fillimit me dashni dhe me komunikim. Nëse je prej tillëve që veç jep urdhna, bëne këtë, mos e bën atë, bëne këtë, mos e bën atë, mos u habet kur nesër ai fëmijë me bën ndonjë të keqe edhe ti me u befasu prej saj. Ndodh e bën një të keqe edhe nuk të mjafton ty. Pse? Sepse nuk është mësu në start, në fillim me ty me komuniku. Dhe Ibrahimi alayhis salam, profeti i Zotit, na mëson neve që me ndërtu ura komunikimi me njëri tjetrin. Ke ndonjë problem, ndonjë situatë me dikën, ajo që na mëson neve, Ibrahimi alayhis salam, është që të komunikojmë, ta zgjidhim problemin, ta zgjidhim keq kuptimin. Ndodh që dikush hidhërohet me dikën për një fjalë goje, për një keq kuptim nga më i vogli. Ibrahimi alayhis salam po na mëson neve që me i zgjedh keq kuptimet. Pra, nëse ke
ka mbet hatri me dikën, e ka thonë një fjalë, ndalu edhe komunika me ta, bisedo me ta, sqarohu me ta, sepse ndodh që nuk e ka pas me atë qëllim, por ti e ke keq kuptu. Kjo pra është ajo çka na mëson neve Ibrahimi, pra historia e Ibrahimit alayhis salam, dhe gjithashtu një mësim të madh edhe për rinin ton. Çka do të thonë kur një rini është e edukuar, dëgjon prindrit e tij. Ismaili alayhis salam, pra i edukum, ai ishte në kulmin e rinis, në momentin kur i tha baba i tij se jam i urdhnuar prej Zotit me të prej kurban, ai ka mujt me ik. Mirë, po megjithatë i bindur se Allahu asnjëherë nuk urdhëron diçka të keqe. O baba jem, baja ata që je urdhnuar prej Zotit. Pse e tha këtë përgjigje? Se ishte mësuar me një edukat mirë nga prindi i tij. Pse e tha këtë përgjigje? Sepse e kishte të mbjellur besimin ndaj Zotit fuqishëm zemrën e tij dhe e dinte se nuk ka mundësi një Zot i cili jep jetë, pra me urdhëru për diçka të keqe. Po gjithmonë ka një hajër, ka një dobi aty. Andaj të dashur vëllezër besimtar, pra historia e Ibrahimit alayhis salam ndërlidhet pikërisht me kurbanin që sa herë që vjen një besimtar, pra e therrim atë për hatër të Zotit madhërishëm, jo vetëm që therrim kurbanin, po historia e Ibrahimit alayhis salam po na mëson neve që bashkë me therrjen e kurbanit ne therrim atë egoizmin ton, therrim atë xhelozin ton, therrim atë urrëtin që duhet që mujmë me pas ndaj njëri tjetrit. Pra, nëse dikush nuk ka marrë mësim, po thjesht vetëm pret kurbanin e tij ose bën pagesën e tij për të prerë kurbanin në emër të tij, ai thjesht pra veç se ka therrë mish, mirë po asgjë nuk ka përfituar nga kurbani i tij. Kurbani të mëson që ty me i përmirësu sjelljet e tua, që ti me e therr bashkë me therrjen e kurbanit, me e therr egoizmin, me e therr xhelozin, me i therr inatët që mundesh me i pas ndaj njëri tjetrit, sepse siç tha Zoti i Madhreshëm, tek Allahu nuk arrin as smishi e as gjaku i tëre, por tek Allahu arrin takvallëku juaj, devotshmëria juaj. Asnjëherë mos mendo se me therrjen e kurbanit, pra me therrjen e kurbanit bune ndonjë vepër që synove me mish me arrit diçka. Sepse nëse do të ishte kështu, atëherë njerëzit më të afruar tek Zoti kush do të ishin? Do të ishin kasapët, se ja ato therrën mish ja kush. Mirë, po cili është kuptimi i therrjes së kurbanit? Kuptimi i kësaj është që me u afru, me u bo sa më takva, sa më devotshëm tek Zoti i Madhreshëm. Dhe të dashur vëllezër besimtar, pra për në fund e përmbyllim me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili tha me një hadith: besimtarët në dashurinë, mëshirën dhe dëmshurinë e tyre janë si një trup i vetëm. Një organ i trupit nëse vuan nga ndonjë smundje, tërë trupi pra vuan nga pagjumësia. Kështu duhet me qenë besimtarët. Pra kurbani neve na mëson që me qenë të lidhur me njëri tjetrin. Kurbani na mëson që neve me i dalë në ndihmë njëri tjetrit. Kurbani neve na mëson se ne duhet jemi besimtar tamam sikur se trupi. Një gisht nëse e therrën, pra krejt trupi e ndjen pra dhimbjen e atij gishtit. Një organ i trupit nëse ka dhimbje, tan natën nuk mundesh me fletë rahat. Kështu duhet me kon besimtari. Kur dëgjon se dikush e ka një problem, edhe ty të brengos ajo. Dhe nëse ke mundësi me i dalë në ndihmë, i del në ndihmë. Andaj të dashur vëllezër besimtar, sot përderisa ne e shtrojmë sofrën plot në shtëpitë tona, kurbani neve na mëson që t'i kujtojmë edhe ata të cilët nuk kanë se me çka të shtrojnë pra ushqim në sofrat e tyre.
Përderisa ne e kemi kulmin rahat, pra nuk na pikon gjën, jemi rahat në shtëpitë tona, Kurbani na mëson neve që t'i kujtojmë edhe ata të cilët nuk kanë kulm mbi kokat e tyre. Kjo është pra dashuria e ummetit. Kjo është dashnia mes njëri tjetrit, që ne nëse nuk kena mundësi financiarisht me i ndihmu, spaku t'i kujtojmë duat e tona, lutjet e tona. O Zot, ndihmoju gjithë atyre të cilët kanë probleme në jetë. Ndihmoju gjithë muslimanëve kudo që ndodhen në botë, që kanë telashe, që kanë probleme. Andaj të dashur vëllezër besimtar, sot ne po e rinovojmë marrëveshjen me Zotin e Madhreshëm. Pra, duke thirrë Kurbanin, ne po zotohemi që t'jemi besnik ndaj Allahut të Madhreshëm, ashtu siç ishte besnik i dashuri i tij Ibrahimi alayhis salam. Po zotohemi që t'jemi të durueshëm e dëgjueshëm, ashtu sikur ishte Ismaili, dhe kjo është thirrja pra për secilin të ri këtu në xhami, që t'jetë i durueshëm edhe i ndëgjueshëm ndaj prindërve të tij, sepse prindi është ai i cili me sakrifica edhe me mund ka rrit, edhe mundohet për çdo ditë jetës me ta thjeshtësu ty jetën, me ta bo ty jetën sa më të lehtë. Andaj, i dashur i ri, një kërkesë e kam prej teje që të respektosh edhe dëgjosh prindrit e to. Sepse dije se Allahu i Madhreshëm në për shumë vende në Kur'an, me njëherë pas urdhërit për të besu në Allahun, ka urdhëru që me respektu prindrit, me respektu babën edhe nanën, me ndëgju babën edhe nanën. Kjo është pra çka na mëson neve historia e Ibrahimit alayhis salam. Dhe neve duhet zotohemi që t'jemi të pastër, t'jemi drejt dhe t'jemi të qëndrueshëm kudo që t'jemi. Qoftë në shoqni, qoftë në familje, qoftë në punë, kudo që t'jemi duhet me qenë të ndershëm dhe të drejtë. Andaj të dashur vëllezër besimtar, mundohemi që mësimet që i prezantojmë këtu para jush, sadopak lut Zotin e Madhreshëm që të kenë pas ndikim, po të njëjtën ku jo vetëm të hinë nga kjo vesh dhe dalin nga veshi tjetër, po të mundohemi që ato mësime të reflektojnë në jetën tonë. Dhe meqense është afru koha e namazit të Bajramit, këtu edhe po e përmbyllim.